بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare të cilët I ndihmon të I dini por që kanë kaluar prej kësaj jete. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni bashkë sot në këtë ditë xumaje. Dita e mëshirës, dita e rahmetit Zotit, dita në cilën Allah na ka premtuar falje dhe mëshirë të madhe. Dhe faljen e mëshirën e Zotit e meritojnë gjithë ata që marrin pjesë në ditën e xumës. Ata që e njohin ditën e xumës dhe ata që e respektojnë vetëm për hir të Allahut xhella xhelaluhu. Inshallah Zoti na bëj pjesë. Dhe xumën që kaloi folëm diçka. Edhe këtë xumë, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot më ka porositur thot I dashurim, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të jemi kujdesshëm mos të harxoj pasuri kot, as kur jam I pasur, as kur jam I varfër. Interesant, ka përmend edhe rastin kur je I varfër edhe kur je I pasur. Domethënë, asnjërit nuk I lejohet që të shpërderojë. Edhe ju mund të shkojnë mend pse ka përmend njeriu e varfër. Pse s'ka mundësi të shpërderojë. Jo pa qëllim e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot të jemi kujdesshëm, mos shpërderoj as në pasuri, as në varfëri. Shpërdorim e dikish domethënë, të shpërderosh pa vend. Të talësh me atë që të karon I mondi Zot xhela xhelaluhu. Pasuria jote të përfundoj në përkoshët e plenave. Dersa jote, lodhja jote. Pra mos të jesh I kujdesshëm për atë që ke fituar. Edhe shohim që me të vërtetë shumë njerëz lodhen, harxojnë për veten e tyre, për fëmijët e tyre, për bashkëshortet e tyre, pra për familjen përgjithësi. Por shohim që një pjesë e tyre shpërdoron. Allahu xhela xhelaluhu thot, shpërdorosit janë vëllezërit e djajve. Domethënë janë vëllezërit e shejtanit. Pra në vesat më të këqija që I është dhënë robit, është shpërdorimi. Duhet me qenë shumë I kujdesshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mos e shpërdoroni ujin që merr një abdes, edhe nëse jeni dhe mbrek deri. Domethënë, nuk dha asnjë lloj leje, tolerance, që ka marrë ujit I mbrek deri, s'marrën ndonjëherë. Pra keni kujdes. Edhe për ujin e abdesit, mos e shpërdoroni, edhe nëse jeni mbrek detit apo mbrek lumit që ka ujë sa dorë. Edhe kur jemi tek uji, uji është jeta e njeriu. Megjithëse në përbot ka shumë ujë,
Po ka shumë njerëz që vojnë për ujin. Rrethana nga më të ndryshmet, inshallah i përmendim në një xhumë tjetër. Por ata që e kanë, mos më shpërdëru, mos më të hallë me nimetin e Zotit. Pra, kur thamë që është jeta, s'ka asgjë pa ujë. Mos më shpërdëru, me kujdes. Por shohim që njerëzit tallen me ushqimin, me djercën që kanë fitohu, me plaçkat që kanë fitohu. Këta janë nga gabimet e rënda. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na shtrëngoi shumë rreth. Edhe përmend një rastin e 2 personave që kanë marrë ushqim për të hëngur. Tha boka apo ushqimi i 2 personave tha është për 4 persona. 4 vend. Pra hanë bukë të ushqimi i 2 vendave. Po, pra gjithmonë, llogari kështu vjen. Nëse keni shtru bukë për një njeri, ajo është për 2 persona. Po hanë, edhe u të pranë, u delet e vetë. Pra imagjinoni për shembull në një dazën, ke mbledh 300 vetë. Aty ka ushqim për 600 veta. Kush ka ushqimin tjetër? Në kosh. Mund të kesh marrë në kredi me bon dazmën. Dohet 6 muaj, vjet, 10 vjet. Me ladë atë bërsh që ke marrë. Pra më porositi tha, që kur të kemë bollek, ti jemi kujdesshëm. Pasha Zotin me ditë ju çfarë bëjnë njerëzit e pasur, se si tallen me begatitë e Zotit, me mirësitë e Zotit. Blejnë me qendra makina, deri mbi 100 makina i person, që kur s'ka për ta nezi herë. Lek të rejnët e më kodë. Asi herë se ka nesë, shif me se, do t'a blej dhe këtë. Shif me se, ti blej dhe këto plashka. Asi herë se ka vesh. Aleikum selam. Ky është përdëruesi më i rrezikshëm. Ata lek mund t'i kishin kthe në ushqime. Edhe jo kishe shpërndar njerëzve të nevojë. Pra, a imagjinoni çfarë domi është. Çfarë lloj njeriu që Allah i ka dhënë mirësi dhe begatit pa fundme, ai shpërdoron ato. Ai tallet me ato. Pra me ditë se çfarë bën njeriu i pasur, habite me gjithë. Qindra, miliona, këtë. Po të japësh llogari. Për çdo minutë që ke jetuar këtë botë, për çdo gram që ke harxhu kohën, pasurinë, shëndetin, nuk lëvizin kohën të njeriu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa dhënë llogari për 4 gjona. Jetën ku e çove, kohën ku e çove, pasurinë ku e çove, shpërbonën, nuk lëvizin, pa dhënë llogari. Po pse e pak të shkje? Pra ata bëjnë çodina, domethënë nuk e di. Do japin llogari përpara Allahut.